Shëtitorja Buzliqenit dhe familja e madhe prej 150 rosave i japi një bukuri të rrallë liçenit të Belshit. Megjithatë, kjo familja e madhe fatkeqësisht po zvogëlohet në numër, pasi jo vetëm kafshët e ndacak, por edhe disa individ të papërgjegjshëm po vendorë mbi to. Shëtitorja Buzliqenit dhe familja e madhe prej 150 rosave i japi një bukuri të rrallë liçenit të Belshit. Megjithatë, kjo familja e madhe fatkeqësisht po zvogëlohet në numër, pasi jo vetëm kafshët e ndacake si qente rrugës, por edhe disa individ të papërgjegjshëm po i vendor duke i gjuajtur dhe i ngrënë. Luan Kasa, një banor i Belshit dhe i pasionuar pas këtyre shpendeve, shprehet i shqetësuar për situatën. Mund të jenë rreth 150 rosa. Komplet. Ka dhe të vogla, por kanë atë gjitha llojet. Unë investoj shumë lek për këto, për të pari diçka të mirë. Grabitën, na kafshë e egra, ka vjedhe na individ. 5 vjet më parë, u udhëhequr nga pasioni për këto shpend të veçanta, Kasa bleu me kursimet e tij 10 rosa dhe i sistemoi Buzliqenit. Rosat u shumuan natyrshëm dhe sot janë një pamje mbreslënëse duke lundruar në ujërat e liçenit. Liçeni i Belshit kryeson hartën e 84 liçeneve karstike në zonën e Dumres dhe është një destinacion turistik i rëndësishëm.